E po ashtu ka pasur edhe disa dhëna që edhe kreu i opozitës në Shqipëri, zoti Berisha, ka qenë pikërisht i përfshirë në ato dosje. Po ashtu një ish diplomat i huaj fliste në korrespondencat që kishte me Epstein që në Tiranë ka plot vajza të bukura. Besoj që e keni lexuar dhe i parë këto. Në aspektin me Berishën nuk është se i kam parë, i kam dëgjuar, po kjo me këtë vajzën diçka po më kujtohet, po nuk e di, nuk jam fort në dieni. E di që Lajçak, që ishte krenegociatori në bisedimet Kosovë me Serbi, është po që ka pas korrespondent me Epsteinin, domethënë, edhe gjë që shkaktoi edhe tërheqjen e tij nga pozita që e mbante këshilltarit kryeministrit slovak. Kredibiliteti i Lajçakut gjithmonë është diskutuar në Kosovë, edhe gjatë kohës sa ka qenë negociator.